Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Fillimisht njëherë ju uroj një të diel të mbar, një të diel pozitive dhe me shumë dashuri. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme, sërish me mua Tirona Lilin në kanalin në Monitor TV, për të komentuar dhe analizuar bashkarisht një lëvizje. Brikena, ditën e djeshme, konkretisht më datën 2 maj, ka qenë në Shqipëri, domethënë ka qenë në Tiranë. Të gjithë kemi qenë kureshtar të dim për lëvizjen e saj, të dim se ku është, me kë është, çfarë po bën. Megjithatë që do të jetë me Mateon, nuk mund të jetë e vetme, sepse si do të lëvizën e vetme Brikena. Por unë mendoj që çifti preferon që në shumicën e rasteve privatësinë e tyre ta mban me të vërtet private. Ju e dini shumë bukur që vetëm 2 ditë më herët, më datën 30 prill, Mateo kishte ditëlindjen dhe momentin më glamur, momentin më special të kësaj ditëlindjeje, ai e kaloi me të dashurën e tij, domethënë e kaloi me Brikenën dhe kaluan momente të bukura, u argëtuan në mënyrë fantastike sepse e di shumë bukur edhe nga personeli ku Mateo dhe Brikena kanë qenë, më kanë treguar që kanë qenë jashtëzakonisht të afërt, të lidhur dhe të dashuruar me njëri tjetrin. Më pas në këtë mes, domethënë Brikena, është munduar që gjithmonë të ruaj këtë jetën e saj private, domethënë edhe pse Brikena tashmë është një figurë publike dhe publiku është i etur, le ta themi në thonjza për të ditur lëvizjet e tyre, çfarë po ndodh, Brikena siç duket nuk e preferon shumë që jetën private ta ndan në Instagramin e saj, domethënë e ka në një farë forme si pikën e saj të dobët këtë gjën, nuk e përballon dot. Tani, shumë më kanë shkruar në Instagram, Tirona e din që Brikena ka qenë në Shqipëri më datën 2 maj, pse nuk ka postuar një foto me Mateon, si është marrëdhënia e tyre, pse ka qenë Brikena. Tani Brikena ka qenë në Tiranë për të rregulluar vetullat e saj, do të thënë ka qenë në një studio e cila është e njohur në Tiranë, për të rregulluar vetullat Brikena. Aty në fakt ku i rregullojnë të gjithë VIP-at edhe të gjithë artistët shqiptar, ato të cilët në fakt duan të kujdesen për veten, në këtë formë le ta themi. Brikena ka udhëtuar që në ditën kur është kthyer me Mateon, do të thënë Brikena që në datën le ta themi 1, është në apo 30 prill, fundin e 30 prillit është në Shqipëri. Ajo ka ardhur bashkë me Mateon, domethënë kanë udhëtuar në të njëjtën makinë, dhe më pas ka kaluar momentet e saj në Tiranë me punët të cilat e presin, se nga informacionet që kam unë, domethënë Brikena do të jep një intervistë ekskluzive që do të jetë për herë të parë në fakt Brikena që do shfaqet në një intervistë pas Big Brotherit. Mateo ka preferuar që të publikon një video duke treguar rrugtimin e tij tashmë pas shtëpisë së Big Brotherit. Por çuditërisht tek kjo, le të themi tek kjo ë kompania në thonjza, ku ka shkuar Brikena për të rregulluar vetullat e saj, do me thënë ka qenë për punë estetike në Tiranë, Brikena është ndeshur me një surprizë shumë të bukur. Do me thënë vajzat e kësaj firmeje kanë organizuar një surprizë interesante për Brikenën, ku kanë thërritur të gjithë fëmijët më të afërt të rrethit të tyre, ndoshta janë fëmijët e personelit, ndoshta janë fëmijët e miqve të tyre dhe kanë marrë fotografi dhe autografe nga Brikena e preferuara e tyre. Këtë video e ka bërë të njohur vetë zonja e cila është drejtoresh në këtë brand dhe ka postuar në rrjetin social Instagram të saj vizitën e Brikenës në shitoren e tyre apo ta quajmë në kompaninë e tyre. Brikena duke që është shumë e lumtur, duke që e ka marrë me shumë pozitivitet këtë daljen nga shtëpia Big Brotherit dhe po e shijon famën
priste. Në një bisedë intime me zonjën në fjalë, Brikena apo private, Brikena ka treguar një lloj respekti të jashtëzakonshëm për shqiptarët kudo që janë, sepse nuk e ka pritur që të merrte këtë dashuri, të merrte këtë respekt menjëherë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Domethënë, për Brikenën ka qenë e jashtëzakonshme. Kam patur shumë mesazhe o Tiron, po pse nuk ka postuar një foto me Mateo, na është prishur marrëdhënia. Që t'i sqarojmë ca gjëra, do të thënë, nëse ti nuk poston një fotografi, nuk do të thotë që është prishur marrëdhënia. Mateo dhe Brikena janë shumë pastër dhe shumë bukur me marrëdhënien edhe me veten e tyre. Ato kanë një raport shumë të qartë, kanë lidhur tashmë botën e tyre aq bukur sa që çdo gjë është në formën më të mirë dhe çifti është duke jetuar ditët më fantastike dhe po shijon momentet më fantastike. Brikena po e shijon famën e saj, po e shijon përditshmërinë e saj, tashmë është duke punuar dhe duke i vënë, domethënë, gjërat në vijë sepse normalisht ajo nuk dëshiron që të kthehet te publiku e thjesht, por dëshiron që të krijon një identitet për atë ku të cilën publiku do ta njeh, është duke ndërtuar një imazh të ri, një imazh që në fakt Brikena nuk e ka patur më herët dhe mendoj që është duke punuar fort mbi këtë gjë. Dhe kjo gjëja do ta ndërtojë jashtëzakonisht shumë Brikenën që të jetë sa më afatgjatë në skenë, se në qoftë se Brikena dhe Mateo nuk fillojnë që të shprehin kreativitetin, të bëjnë gjëra të bukura që publiku të fasjonohet, atëherë sa gjatë do të jenë në skenën e tyre. Nga ana tjetër kemi, domethënë në këtë rast, domethënë kemi edhe Mateon, i cili po punon me një përkushtim të jashtëzakonshëm, po punon me një vëmendje të jashtëzakonshme, janë duke i dhuruar njëri tjetrit rrugë të bukura të famës, që Mateo ka premtuar që do të kthehet edhe në rrugtimin e tij, domethënë do të kthehet në identitetin e vet. Unë gjithmonë e kam thënë që Big Brotheri do t'i ndihmojë Mateos që ta zhvillojë biznesin e tij, ta arrijë biznesin e tij dhe kështu bën. Tani Brikenën e kemi në Tiranë. Brikena me patjetër në Tiranë qëndron tek banesa e Mateos, shoqërohet nga Mateo, është Mateo i cili e dërgon nëpër destinacionet ku ajo dëshiron që të shkon, domethënë është Mateo rrugtimi i saj dhe kështu që marrëdhënia është shumë e bukur, është okay, por çifti nuk tregon çdo detaj të vogël se ku shkojnë, nga bëhen, ku janë, sepse është aq i madh numri i shqiptarëve që duan t'i mbështesin, t'i duartrokasin, t'i përqafojnë, saqë ndonjëherë edhe të trëmbë. Dhe për këtë gjë, domethënë, çifti mundohet që të qëndrojë sa më solid dhe sa më normal në jetën e tyre. Unë uroj me zemër që gjërat të shkojnë bukur, uroj me shpirt që gjërat të shkojnë me pozitivitet dhe së shpejti të na sjellin atmosferën e mirë, të na sjellin dashurinë dhe respektin ndaj të gjithë ne publikut. Marrëdhënia është fantastike.